Me lejet Allahut lartësuar, sot do të trajtojmë një cilësi dhe karakteristikë që ka të bëjë me moralin e besimtarit, që patjetër ka qenë një nga karakteristikat shumë të veçanta të profetit sallallahu alaihi wasallam, po edhe shokëve të tij në veçanti, që ka të bëjë me guximin dhe me trimërinë. Pra trimëria dhe guximi janë paraparë në Islam si dy karakteristika të cilat duhet të jenë pjesë, selam aleikum, duhet të jenë pjesë e moralit dhe karakterit të besimtarit musliman. Nëse kujtoheni, ne kemi trajtuar këtu një temë prej temave të moralit, ku kemi thënë që muslimani është produktiv në shoqëri dhe nuk është indiferent. Pra produktiviteti në shoqëri vjen në momentin që ti si besimtar ndjen diçka në zemrën tënde që do të kontribosh në shoqëri. Por gjithë kjo ndjesi që ti do të bësh diçka të mirë, të urdhërosh të mirën, të ndalosh nga e keqja, vjen si shkak i besimit në Zot, vjen si shkak që zemra jote është njohur me Allahun subhanahu wa taala, është njohur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti i shikon gjërat tashmë me një perspektivë tjetër, me dritën e besimit. Ndryshe nga kur mund t'i shikosh më përpara, që mund t'ishe shumë indiferent apo mund t'ishe shumë individual në shumë gjëra. Por kur shohim që në momentin që rrënjoset besimi i pastër në Zotin një të vetëm, Allahun subhanahu wa taala, atëherë shohim që ky besim sjell me vete edhe disa cilësi që ne shikojmë që e ndryshojnë karakterin dhe moralin e besimtarit. Dhe një patjetër nga këto që është shumë e rëndësishme dhe është një karakteristikë që vlerësohet, duhet që besimtari të pajiset, është trimëria dhe guximtar për një apo shumë fenomene të cilat mundet që ai vet apo Islami apo shoqëria ku jeton mund të përballen dhe mund të sprovohen dita ditës. Në vetvete ne besojmë, të dashur besimtar, se njerëzit janë të barabartë para Allahut lartësuar. Pra, kjo është besimi jonë në Islam, që siç tha profeti alayhis salam, tek Allahu nuk ka pozitë veçantë dikush pse është një racë apo një racë tjetër, një ngjyrë apo një ngjyrë tjetër. Të gjithë tek Allahu janë të barabartë. Ajo çfarë dallon tek Allahu është devotshmëria. Ka edhe dy karakteristika tjera që e dallojnë njeriu nga njëri tjetri në pozitën shoqëri që vjen si shkak i praktikës së besimit që ai ka në zemër, është dituria edhe guximi. Shohim në Kur'anin famëlar që dituria bëhet shkak që njeriu të dallohet nga të tjerët, por edhe guximi, trimëria po ashtu bëhet shkak që të dallohet dikush nga të tjerët, po edhe bujaria, sepse edhe bujaria, dhënia e lëmoshës, është dhe kjo pjesë e atij karakterit të mosqenurit indiferent në shoqëri, po të jesh produktiv. Por kur i shikojmë të tre këto cilësi, dituri, trimëri, bujari, janë pikërisht këta tre njerëz, të cilët do të jenë shkak që do të hapet zjarri i xhehenemit, me këta do të bëhet bismillah zjarri i xhehenemit. Sepse edhe dituri, edhe trimi, edhe ai që është bujari i madh, kur do të pyeten tek Allahu i lartësuar që pse ti u bëre dietar, pse ti u ishe trim, pse ti ishe bujar, përgjigjja e tyre do të jetë dhe do të thonë që për ty o Zot, për lartësimin e fjalës tënde, Allahu do t'i quajë gënjeshtar të tre, jo do t'i thotë, ti u bëre dietar që njerëzit të quajnë të ditur, ti u tregove trim që njerëzit të thonë sa trim ishe, e ti jepshe sadaka e lëmosh që njerëzit të thonë sa bujar është filani. Por si karakteristika shohim që këta tre njerëz, pra këto tre njerëz të cilët me angazhimin e tyre në shoqëri, me dhënien e diturisë, me shfaqjen e trimërisë dhe reagimin e fenomeneve negative në shoqëri, apo edhe me ndihmesën e njerëzve, shohim që dallohen nga të tjerët. Dallohen dhe është cilësi shumë e lartë në momentin që ti je i sinqert dhe fiton pozita shumë të larta tek Zoti, po që nga një cilësi që mund të jetë shkak që të shkatërrohet njeriu, por varet nga qëllimi. Por thelbi që duhet të marrim është se sa e rëndësishme është që këto tre cilësi na bëjnë neve që të dallojmë nga njëri tjetri. Dhe po të shohim profeti sallallahu alaihi wasallam, patjetër që ishte ai i cili
me diturinë e tij s'krahasohet askush, sepse ai është mësuesi jon. Po edhe me trimërinë e tij nuk krahasoi askush, po edhe me bujarinë e tij nuk krahasoi askush. Për shembull, për trimërinë e tij ka një rast që sahabët e kanë dëshmuar vetëm në sytë të tyre. Ishte në hijen e një pemë profeti sallallahu alaihi wasallam, nxjerr shpatën bashkë me klëfin e saj dhe e var në pemë dhe po pushonte në hijen e pemës. Një mushrik e shef profetin që ishte në gjumë, shkon, i merr shpatën e tij dhe e zgjon me shpatën e tij dhe i thot, po tani thot, kush do të shpëtoj ty tani nga ana ime. Dhe këtë gjë e shohin sahabët me sytë të tyre dhe e kapin në këtë moment. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të shohë në këmbë, do të thotë që mua tani do të më shpëtoj vetëm Allahu, nuk kam frikë prej teje. Mënyra se si kalon në hadith është që profeti alayhis salam me trimëri, me guxim, me zërin e lartë thotë që nuk e kam frikën nga teje, prej teje, mua do më shpëton Allahu. Dhe në këtë moment mushriku e lëshon shpatën nga dora e tij. Dhe këtu shikojmë që çfarë trimi ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Trimëria e tij është treguar në luftën e Bedrit, sahabët thonin që nuk krahasoheshim dot me trimërinë e profetit alayhis salam, po ashtu në Uhud e dim trimërinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai u godit, u plagos, por prapa ai ishte në krye të luftës, sepse ai ishte trim, sepse luftonte për një ideal, për kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pikërisht ndaj këtij mësuesi kaq madhështor, shembullit më të bukur që Islami na ka orientuar neve për të ndjekur, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët mësuan prej tij. Sahabët e ndryshuan jetën me mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shohim që edhe ata më pas u bën trima. Edhe ata tashmë kishin qëllime të larta në jetën e tyre. Ata kuptuan qëllimin madhështor të jetës së tyre, që është vetëm fitimi i kënaqësisë së Allahut të lartësuar, dhe ishin gati pikërisht këta njerëz të nxënës të profetit sallallahu alaihi wasallam që të sakrifikonin jetën e tyre pra për profetin, të sakrifikonin jetën e tyre për islamin, për drejtësinë dhe për çdo gjë me anë të së cilës Allahu subhanahu wa taala do të kënaqë. Dhe ne çfarë shohim më pas? Ne shohim që janë këta njerëz që më pas u bën udhëheqës të popullit të tyre. U bë Abu Bekri, u bë Umeri, u bë Uthmani radhiyallahu anhu, u bë Aliu radhiyallahu anhu, të cilët karakterizoheshin pikërisht pra edhe për mençurinë e tyre, për trimërinë e tyre, për bujarinë e tyre, që çfarëdo që lexon nga karakteristikat e profetit sallallahu alaihi wasallam, do të shikosh që këta më pas to karakteristika mishëroheshin edhe tek sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata e kishin synim që jeta e tyre të ishte vetëm në bazë të mikut të tyre më të dashur që i kishte mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht këtu, ke guximi do të jetë një karakteristikë, trimëria dhe guximi që e dallon një njeri nga një njeri tjetër, sepse ai që është i guximshëm do të triumfojë mbi atë që ka frikë. Ai i cili ka frikë për shumë arsye që mundet të përballet me problematikat e kësaj jete. Por po të shohim njerëzit që nuk arrin këtë karakteristikë të trimërisë dhe të guximit, ose kanë frikë për jetën e tyre, ose kanë frikë për riskun e tyre, ose kanë frikë për familjen e tyre. Pra, ose kanë frikë se mos vdesin, ose kanë frikë se ngelin pa ngrënë dhe pa pirë, ose kanë frikë dhe për familjen e tyre. Dhe po të shohësh, janë pikërisht këto tre element që njeriu e frenojnë. Janë këto tre element që duhet me vërtet një njeri me guxim dhe me trimëri të madhe që të ketë një besim të fortë në Allahun e lartësuar, të ketë një mbështetje të fortë në Allahun e lartësuar, një tevekul të madh, një besim në kaderin e Zotit, që ai mos të bëhet pengesë pikërisht as jeta e tij, as familja e tij, e as risku i tij. Se po të shohësh, është ndoshta një nga problematikat që pikërisht njerëzit nuk guxojnë të flasin sot ndaj zullumqarëve, ndaj atyre që bëjnë padrejtësi, për shkak se kanë frikë se do të largohen nga vendi i punës, për shkak se kanë frikë se po pastaj kush do të ma ushqejë fëmijën tim, dhe mua më pëlqen shumë që këtë ta quaj si një forme idhujtarie moderne sot, sepse në momentin që njeriu ka frikë se do të ngeli pa punë dhe çfarë do taj familja ime dhe fëmia im, atëherë ti ke vendosur
në vend të Zotit, që është Ar-Razzaq, furnizuesi madhështor, ke vendosur një njeri, ke vendosur një sistem politik, ke vendosur një person që ka një post momental. Kur ti pra e shef një padrejtësi dhe rri në heshtje, ti e shikon një të keqe dhe nuk guxon sepse thua bo çfarë do të më gjej mua, dhe gjithmonë do të futesh tek pjesa e njerëzve të cilët janë prej njerëzve që kanë frikë. Ndërkohë nuk duhet besimtari musliman të bijë në këtë gabim kaq të madh, sepse ky është një gabim fatal që njeriu nëse e kultivon zemrën e tij, Allahu na ruajt, ku e ka besimin e pastër ai më pas në Zot? Ku e ka ai mbështetjen e Allahut të lartësuar? Ku e ka ai atë që thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje kërkojmë, që falesh 5 herë në ditë? Çfarë kuptimi do të kishte kjo lutje që ne e bëjmë në të gjitha namazet tona, kur ti nuk i mbështetesh totalisht Allahut të lartësuar, kur ti nuk e ke rrënjos në zemrën tënde që furnizimi është vetëm prej Zotit, e keqja dhe e mira vijnë vetëm prej Allahut të lartësuar, dhe ti nëse nuk e ke rrënjos këtë dhe nuk e ke brumos veten tënde me këtë cilësi që i mbështetesh vetëm Zotit subhanahu wa taala, atëherë nuk do të arrish kurrë që të kesh mirësinë në zemrën tënde, që të kesh trimëri, të kesh guxim, të jesh për njerëzve që dallon për mirë ndaj gjithë njerëzve të tjerë që e kanë në zemrën e tyre frikën apo nuk e kanë besimin dhe tevekkulin e fortë të mjaftueshëm dhe të sinqert tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse të dashur besimtar, ne besojmë në kader të Allahut të lartësuar, dhe kaderi i Zotit është ajo çfarë me pak fjalë mund të thuhet kështu, që unë do të bëj çfarëdo që kënaq Zotin, do të kundërshtoj çdo gjë që e hidhëron Zotin, dhe nuk i friksohem asgjë, sepse nuk mund të ndodh asgjë pa lejen e Allahut të lartësuar. Kur Allahu thotë në Kur'an që asnjë gjë dhe nuk bie pa lejen e tij, pa diturinë e tij, atëherë ky ajet duhet të jetë madhështor për zemrën tonë, që të kuptojmë se vetëm frikën duhet ta kemi vetëm Zotit. Shpresën duhet ta kemi vetëm prej tij. Furnizimin duhet ta presim vetëm prej tij dhe për asnjë prej gjallësave të tij. Një nga ajetet shumë të bukura që duhet rrënjosur në zemrën tonë është kur Allahu i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an: "O Muhammed, innaka mayitun." O Muhammed, ti je i vdekshëm, wa innahum lamayitun. Dhe dije që edhe ata janë të vdekshëm. Domethënë, nuk mundet që njeriu të mbështetet tek i vdekshmit, këtë frikë të vdekshmin. Ne kemi frikë vetëm El Hayyul Qayyum, të gjallin, të përjetshmin, madhështorin Allahun subhanahu wa taala. Po të shohim të dashur besimtar, karakteristika e trimërisë dhe guximit, Islami e ka paraparë në 4 gjëra shumë të shenjta për jetën e njeriut. E para është besimi, feja, atdheu, pasuria, jeta dhe familja. Pra të gjitha këto karakteristika, besimi në Zot, mbrojtja e besimit, mbrojtja e atdheut, mbrojtja e pasurisë dhe familjes dhe mbrojtja e jetës tënde, 4 karakteristikat janë parë të shenjta në Islam. Çfarë do të thotë kjo? Në momentin që pra ty të cënohet besimi, të cënohet familja, të cënohet prona, të rrezikohet jeta, në momentin që ti guxon të bësh trim dhe me çfarë ke mundësi e mbron këtë të shenjtë, këtë të drejtë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë edhe nëse jeta jote humbet në këtë ideal, e ka parapar legjislatura islame, shariati, që ti je shahid tek Zoti. Në momentin që jep jetën për besim, për atdhe, në momentin që jep jetën për familje, për pasurinë tënde që të vjen dikush ta gllabron me pa të drejtë, dhe për jetën tënde që të synohet, në momentin që ti lufton me të gjithë trimërinë dhe guximin tënd, edhe nëse është caktuar prej Zotit që ti të ndrosh jetë në këtë drejtim, të është premtuar shpërblimi më i madh që mund të marrë një njeri me largimi nga kjo bota, grada e shahidit. Që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shahidet janë ata të cilët në momentin që vdesin, që Allah i ka cilësuar në Kur'anin famëlar që mos kujtoni, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tashurun. Mos kujtoni se ata që kanë sakrifikuar jetën e tyre në këto drejtime, në rrugt të Zotit, për të mbrojtur këto parime madhështore, mos kujtoni se janë të vdekur. Janë tek Zoti të gjallë, por ju se kuptoni në një ajet tjetër, janë tek Zoti të gjallë dhe atje furnizohen. Që do të thotë
Profeti alayhis salam për këtë kategori ka thënë, kur shikojnë dëshmorët shpërblimet që marrin tek Zoti subhanahu wa taala, thonë, o Zot, na kthe në jetë që të na marrësh prapë jetën në shahid. Në këtë mision kaq fisnik, sepse ti ke mbrojtur gjërat më të shenjta që ty Allahu i lartësuar ti ka falur për të jetuar i lirë. Për shembull, të dashur besimtar, një frym përçarse që është në futur në vendin ton, që me këtë keq kuptohet, sulmohet Islami, sulmohen muslimanët, është ajo pyetja famshme që e dëgjoni gjithmonë kur ka debate feja apo atdhe. Kush është e para, feja apo atdheu? Kjo është një pyetje që kam përshtypjen që është menduar mirë që sidoqoftë me këtë të sulmohet patjetër feja jonë, të sulmohet Islami. Për vetë faktin sepse në momentin që ti e bën këtë pyetje feja e para apo atdheu, pra automatikisht ti po bën një ndarje. Ndërkohë Islami nuk e parashikon këtë ndarje. Nuk ka ndarje midis fesë dhe atdheut. Përkundrazi, kur e shikojmë mirë atë çfarë besimi jon na mëson, ne folëm për kaderin. Kaderi është dy llojesh. Është kaderi mutlak edhe kaderi xhuzi. Kaderi mutlak është kaderi i përcaktuar nga Zoti dhe nuk mundet ta ndryshojë askush atë. Në kuptimin nuk ka asnjë indikator në mes që të bëj një diçka ndryshe. Dhe të kesh lindur në një vend, të kesh nënë dhe babë, dy persona të caktuar, të kesh lindur në një atdhe të caktuar, kjo është një kader mutlak nga ana e Allahut të lartësuar. Një kader i vendosur që nuk pyetet askush. Ndërkohë për besimin, ta pranosh apo jo Islamin, është lënë e lirë. Me kaderin xhuzi të pjesëshëm, vullnetin ton të pjesëshëm të lirë, që na ka lënë Allahu i lartësuar për që të zgjedhim. Por kur shikojmë Islamin, Islami thotë që ti praktikën e Islamit je obliguar ta praktikosh me të gjitha mësimet e saj në vendin ku ti ke lindur. Aty tregohet besimi, aty praktikohet Islami. Nuk do të thotë që ti u bëre musliman edhe tashmë je pjesë e një kulture tjetër. Përkundrazi, ti je bërë musliman dhe të gjithë angazhimin tënd duhet që ta drejtosh në vendin ku ti ke lindur. Për shembull, çfarë ndodh? Ne e kemi prej besimit ton, sepse profeti alayhis salam na mësoi kështu që ta duam vendlindjen tonë. Kur profeti alayhis salam u detyrua të largohet nga Mekka, transmetohet që ka parë pas duke u larguar me dhunë, ai s'donte të ikte nga Mekka. Ka parë mbrapa dhe ka thënë: "Oj Mekë, sa e dashur je për mua, mos më kishin detyruar të largoheshe prej teje, kurrë do të isha larguar prej teje." Dhe ky është një argument se vendlindja është një dashuri që Allahu e krijon në zemrën e njeriu. Është në natyrshmërinë e njeriu që njeriu ta dojë vendin e tij, aty ku ka lindur. Guri i rënd përshon në vendin e vet. Është fjalë më të vërtetë e bukur. Kështu që po të shohim në Islam ne kemi diçka që quhet sadakaja e vazhdueshme. Çfarë është sadaka e vazhdueshme? Të ndërtosh rrugë, të mbjellësh një pemë, të ndërtosh një çezme, të hapësh një pus, të bësh një punë që do të jetë në dobi të komunitetit. Ai personi, tha profeti alayhis salam, hoqi një pengesë nga rruga, i dëgjova hapat e tij në xhenet. Po pse, ku do ta bësh shërbimin ti si musliman? Duhet të shkosh në një vend të caktuar të botës, duhet të shkosh në Arabi, duhet të shkosh në Siriti që të quhesh musliman i mirë. Jo, pra ti duhet ta bësh në vendlindjen tënde. Duhet që atë pengesën ta heqësh aty ke rruga lagjes tënde, atë pemën ta mbjellësh aty ke komuniteti ku jeton. Dhe kjo do të thotë që ti të kontribuosh për vendin tënd. Dhe kjo pyetje që bëhet feja apo atdheu nuk ka gjë tjetër vetëm se një dashakësi nga mbrapa. Por nga perspektiva jonë si besimtar është pikërisht që ne i duam të dyja pa shkëputje. Jo vetëm kaq, po shtojmë dhe të dy tjerat. Duam dhe familjen, duam dhe jetën, duam dhe pronën, si një e drejtë që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë njeriu këtë gjë. Dhe këtë njeriu pikërisht kur i cënohet kjo gjë, kur cënohet familja, si cënohet sot familja, që duan ta prishin familjen bazë,
që çfarë lloj ligjesh përpiqen të nxjerrin, muslimani pra nuk hesht, por duhet ta karakterizoj atë guximi dhe trimëria t'i thotë jo të keqes. Profeti sallallahu alaihi wasallam do ta quante xhihadin më të madh atë person i cili shkon tek drejtuesi zullumqar dhe e këshillon atë. Dhe thot të vërtetën para zullumit, thot të vërtetën para zullumqarit. Vetëm me fjalë do të quaj një vepër shumë e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kaq duhet ta ketë guximin besimtari musliman që në momentin që të synohet adheu, feja, familja, prona, besimi, ti thuash jo kushdo qoftë ai. Çfarë do lloj sistemi qoftë ai. Sepse këtë ti e ke një të drejtë vetëm dhe vetëm ekskluzive nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Këtë pikërisht pra elhamdulillah neve na mëson feja. Pastaj kur ti e ke në besim këtë gjë, nuk është nevoja pastaj të ndjesh inferior pastaj se nuk ngeli pastaj të quhesh atletar apo kombëtar, vetëm ku lu kombëtarja shqiptarë në futboll. Nga ana tjetër, çfarë nuk i bën pastaj vendlindjes tënde. Qoftë edhe në momentin që udh një mbeturin, nuk e udh në vendin e caktuar, ti ke kontribuar për keq në lagjen ku ti jeton. E lëre më gjëra më të mëdha se kjo, të vjedhësh e të ndjen komshit jo të sigurt nga ana jote, mos ketë besim komshiu te komshiu, e të gjitha gjërat më radh që i kemi folur edhe më përpara. Të dashur besimtar, ka një jetë bukur në Kur'an, normalisht kjo bëhet fjalë për aty ku nuk ba më ujë pilafi që shkon në fund çështja. Siç edhe profeti sallallahu alaihi wasallam duroi dhe më pas Allahu i dha leje për të luftuar. U persekutove, u largove, tu vodh pasuria, u larguat nga Meka, mirë që u largut nga Meka, mirë që u avodhën pasurinë në Mekë, mirë që donin me të vra, po s'ju lanë rahat as në Medinë, i shkuan në Medinë me i sulmu muslimanët. Aty më pas Allahu tha bollmë. Kush bën keq, duhet që të ndalohet. Kush lufton, duhet luftohet. Prandaj ka dalë dhe ligji i luftës në Islam, që edhe kjo keq përdoret nga dashakeqësit. Lufta e parë në Islam ka ndodhur në Medinë. Edhe lufta e dytë ka ndodhur në Medinë. Dy luftat në historinë islame më të rëndësishme. Po pse në Medinë? Muslimanët ikën nga Meka në Medinë. Do të thotë që u sulmua Medineja. Dhe ata do të mbroheshin. Dhe lufta e parë ka ndodhur pikërisht për vetë mbrojtje. Dhe thot Allahu në Kur'an, për t'i nxitur besimtarët në këtë rast, që është tham fundi fare, thot në surën Bekare, innama fil qisas al hayat ya ulil albab la'alakum yatadhakkarun. Patjetër thot në qisas, në bësh atë çfarë të bën tjetri, në momentin që të lufton tjetër dhe ta luftosh atë, apo në luftë të dalësh në këtë rast kur të sulmon tjetri, ka jetë, thot Kur'ani, ka jetë për ju të zotët e mendjes. Pse do të thot ka jetë? Po sepse në momentin që ty nuk të lejohet praktikosh besimit, të është vjedhur prona, nderi i familjes të është përdhosur, jetën nuk e ketë sigurt, atëherë më mirë të jesh i vdekur se sa të jetosh si skllav, thot Islami. Nëse ti nuk ke këto 4 elementet kryesore që ty të japin jetë dhe japin kuptim jetës, atëherë ti je skllav. Atëherë për çfarë të jetosh si skllav? Prandaj më mirë ti të luftosh për gjërat të cilat Allahu i lartësuar ty t'i ka dhënë të lira dhe duhet të jetosh dhe duhet që me ta të ndërtosh jetën tënde. Dhe është një nxitje shumë e bukur për të kuptuar njeriu që skllavëria është diçka që poshtëron njeriu, identitetin e tij. Dhe muslimani me guximin që kërkohet, me trimërinë që kërkohet, pra synohet që mos të bjeri kurrë në këtë gjendje. Po ku e shikojmë në trimërinë e profetit sallallahu alaihi wasallam? Ku e shikojmë në trimërinë e sahabeve?
Po kush guxon të dali në Bedër përballë një ushtrie 1000 veta me 300 veta? Kush guxon të dali në Uhud me një ushtri përballë 2000 veta me 700 veta? Çe ishin këta njerëz që nuk i merrnin përballë numrat, parasysh numrat? Po sepse ne shikojmë në të dhënat historike edhe kur Omer radhiyallahu anhu ka qenë kalif, i thoshte un po të vim me kaq veta që po vim për të vdekur, jo për të luftuar. Po vin për të ruajtur besimin e tyre, për të ruajtur vendlindjen e tyre. Po vin për të vdekur, nuk vin për të luftuar. Ata e kishin synim madhështor këtë gjë. Çfarë trimërie e madhe pra kultivoi Islami në zemrat e këtyre njerëzve. Dhe ishte pikërisht kjo trimëri e madhe e cila më pas bëri që Islami të arri nga Azia e deri në Evropë. Se ishin njerëz pikërisht të kultivuar me këtë trimëri dhe guxim kaq të madh, të cilin elhamdulillah e kultivon Islami në zemrat tona. Por, siç e thash dhe në fillim, neve kur e bëjmë diçka, kërkojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Nuk kërkojmë as famë, nuk kërkojmë as pozitë, as një gjë. Ke gjërat edhe më elementare të vogla ne e bëjmë diçka për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Ka një ngjarje me Aliun radhiyallahu anhu gjatë luftës, duke luftuar shpat me mushrikun edhe poshtë. Dhe ishte gati për ta ekzekutuar. Mushriku e shan dhe e pështyn. Dhe siç e kishte gati shpatën për ta goditur, heq dorë. Mushriku ngrihet në këmbë, habitet. Pse s'mvrave, i thot. Deri në momentin që ishe poshtë meje, po luftosha për hatër të Allahut. Në momentin që më shave dhe më pështyve, më kapi zemrimi, unë e vrikosa dhe pata frikë se mos po të vras për veten time tashmë, dhe jo për hatër të Zotit. U mahnit mushriku, ç'është kjo trimëri, domethënë. Edhe transmetohet që ka pranuar Islamin nga ky veprim. Por sepse i kërkoi kënaqësinë e Allahut të lartësuar në atë veprim dhe nuk luftoi për vetën e vet, edhe pse ishte i guximshëm, edhe pse ishte trim. Dhe një gjë që premton Kurani, të dashur besimtar, është se në momentin që njeriu, pavarësisht çfarë ligjesh mund të ketë në vende të caktuara, në momentin që njeriu kërkon të drejtën e tij në këto gjërat që përmendëm më lart, në jetën, në besimin, në atdheun, në pronën, në familjen, dhe e mbron atë me çfarëdo lloj kushti, çfarëdo që mund të ketë bërë, edhe ndoshta ka vrarë dikë në këtë drejtim, pavarësisht çfarë mund thotë ligji, tham, tek Allahu i lartësuar, ai nuk merr në përgjegjësi. Përkundrazi, konsiderohet një njeri që ka mbrojtur të drejtën. Thot Allahu i lartësuar në surën Shura 40, 41 dhe 42, ku thot, ndëshkimi i të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën mas. E kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu, vërtet ai nuk i do zullumqarët. E kush hakmerret, kjo është e bukur. E kush hakmerret për padrejtësitë që janë bërë ndaj të tillëve nuk ka përgjegjësi. Pra ty do të bësh padrejtësi në këto pikat që përmendëm, nuk ka përgjegjësi. Pra ligji i Zotit nuk të merr në përgjegjësi. Përgjegjësia dhe ndëshkimi është vetëm kundër atyre që ju bën njerëzve padrejtësi dhe kundër atyre që pa fare arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhëmshëm. Që do të thotë edhe ligji në këtë botë, pra sheriati ndaj këtyre njerëzve i merr në dënim, por patjetër që është dënimi më madhështor më pas në ditën e gjykimit. Dhe ajo çfarë është e rëndësishme për ne, për mos ta zgjatur dhe më tepër, luma i të dashur besimtar që bëhet pjesë e këtij karvani, që bëhet pjesë edhe rreshtohet në këtë drejtim. Qoftë edhe me një punë të vogël, që guxon ti thot keqes të keqe dhe do që të bëj të mirën. Luma ai që vendoset në këtë karvan, sepse Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famëlar, o ju që besuat, kush largohet për jush nga feja e vet, i bën dëm vetes, nuk ka dyshim. Pra kush largohet nga këto parimi i ka bërë dëm vetes. Nuk ka dyshim te kjo pjesë. Sepse thot, ju të dini diçka, Allahu i lartësuar, nëse ju largoheni nga këto parime, do të sjell një popull që ai e do atë popull dhe ata e duan Allahun.
Pra, luma ai që futet në këtë karvan që e do Zotin, luma ai që bëhet pjesë dhe thotë që unë e du Zotin tim dhe për të do të sakrifikoj sa të kem mundësi. Po e bëre mirë, po se bëre do të vinë të tjerë. Allah i lartësuar thotë do të zëvendësojmë popujt me popull tjetër. Por problemi është që ti me jetën që Zoti ka dhënë mundësi të fitosh kënaqësinë e tij, me çdo punë që e kënaq atë sa të jetë e mundur nga ana jonë për ta vepruar atë. Dhe këtë parim pra pati dhe profeti alayhis salam, këtë parim patën dhe sahabët, që donin të ishin pikërisht ata ky popull, që e donte Allahu dhe i deshi Allahu. Ai sa do t'i thoshte Allahu në Kur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ishit ju asa profetit alayhis salam, populli më i mirë që ka dalë nga gjithë njerëzimi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari, sepse ju urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja. U cilësuan populli më i mirë në faqe tokës, nga Ademi alayhis salam e deri kur të jetë kiameti. Populli më i mirë, sepse urdhëruan të mirë dhe ndaluan nga e keqja. Dhe pikërisht kur që kjo parim madhështor në tokat islame, Islami lulëzoi. E kur u largua kjo, është futur korrupsioni në të gjitha vendet islame dhe sot e kësaj dite në të cilën ne po flasim. Dhe kur e shohim më pas këtë gjë në jetën e përditshme nga njerëzit e thjesht, çfarë bënin njerëzit e thjesht? Ka dy shembuj për ta mbyllur, me Omerin radhiyallahu anhu. Njëherë Omeri kur u bë kalif, hypi në mimber dhe u drejtua xhamatit. Po nëse unë tha gaboj tha me drejtimin që më është dhënë. Po nëse unë tha gaboj me postin që më është dhënë. Çfarë do të bëni ju tha? U ngrit një plak aty. Kishte shkopin dorë, tha, do të drejtojmë tha me këtë shkopin ton tha. Kështu ishin ata njerëz. Do të drejtojmë me këtë shkopin ton. Pra ti bën gabim, po jemi këtu ne. Pra, jo se ke poset kam frikë, jo se je i pari shtetit dhe të kam frikë, sepse unë kam frikë Allahun e lartësuar dhe të padrejtësi do t'i them padrejtësi. Omeri tha elhamdulillah, sa të kem shok si puna juaj, tha nuk kam për të rreshqitur. Po ishte edhe Omeri që donte të mirën e vendit, po ishin edhe njerëzit që donin të mirën e vendit. Dhe po ashtu Omeri në hutbe, një herë pa që beqarët po e kishin vështirë të martoheshin sepse gocat kërkonin shumë meher. Mehrin e martesës, prikën. Edhe del në hutbe Omeri dhe thot, ka një problem thot me martesat, gocat kërkojnë shumë dhe poshtohet beqaria në popull, unë thot e kufizoj mehrin me kaq dhe vendos një kufi. Askush thot mos të guxoj, thot kërkoj diçka më tepër se kjo. Mbaron hutben, del më pas në rrugë dhe ndalon një grua, i thot, kush je ti thot, që vendos kufi tek diçka që është e drejta jonë absolute që na ka leju Allahu subhanahu wa taala. Dhe ja lexon ajetin që jepini grave atë çfarë ato kërkojnë, prej mehrit, pa kufi. Omeri tha mirë për Omerin, tha që është më i paditur ndër njerëzit. Shkoi edhe një herë në mimber dhe e anulloi ligjin që vendosi. Tha, Allah ja ka lënë të lirë, tha, bëni çfarë të doni. Sepse këta njerëz ishin të tillë që edhe për udhëheqjen e tyre kur e shikonin gabim, e kritikonin, kërkonin që të drejtohej. Pse? Sepse ishin guximtar, ishin trima që kjo vinte elhamdulillah prej besimit në Allahun subhanahu wa taala. Patjetër që këtu më pas çdo kush bën një vet llogari me vetën e vet, se sa guximtar është, se sa trim është, se sa Islami është futur i vërtet në zemrën e tij, se sa besimi në Zotin një të vetëm, se sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka zënë rrëj në zemrën tonë, se sa ne i mbështetemi Allahut, kjo është një vet llogari që e bën gjithë secili prej nesh, që më pas kur shikojmë padrejtësi në vendin ku ne jetojmë, sa ne i thomi ndal, sa ne i kthejmë kokën nga mbrapa, sa ne bëjmë sikur se shikojmë, e sa ne më pas duam që në vendin ku ne jetojmë, vendi të përparoj të bëjmë një punë të mirë, të bëjmë një punë që e ardhmet të jetë ndritur, vendi të jetë i sigurt, besimi të praktikohet i lirë, fëmijët rriten në një vend të sigurt. Gjithë kjo patjetër është një rol që gjithë secili prej nesh ka një rol të rëndësishëm që duhet ta luajë në shoqëri, por patjetër kur luhet ky rol me anë të besimit në Allah, ka një bereqet dhe një mirësi të madhe elhamdulillah, që më pas Zoti do të na japi sukses pa diskutim. Elus Allahun e lartësuar të na bëjë për tyre që
i themi të keqes të keqe, të drejtës të drejtë, na bëj për tyre që na jep guxim, na jep trimëri, na jep besim, devotshmëri, tevakkul mbi të gjitha, mbështetje absolute tek Allahu i lartësuar, dhe të na bëj Allahu i lartësuar për atyre që la yakhshawna illa Allah, nuk i friksohen as kujt tjetër vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.